Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamet e dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Në ditët e sotme vërejmë shumë devijime për njerëzve të cilët më parë kanë qenë të udhëzuar. Shkaqet janë të ndryshme. Ka sprova të ndryshme, sprova që zakonisht janë dy lloj sprovash. Sprovat e para, domethënë, janë nga radhët e dyshimeve që ju parashtrohen, ju paraqiten njerëzve, ju ekspozohen njerëzve dhe pastaj nguliten ato në zemrat e tyre dhe pastaj bëhet kjo sebeb që ata me deviju. Po nganjëherë sprovat janë edhe nga ana e epsheve, për arsye se, domethënë, ka sprova të ndryshme sot sidomos në vendin ton, sprova e fitneve të ndryshme të femrave, të pasunisë, të karrierës, pozitës, shumë gjëra të tjera. Edhe këto janë sprova, mirë po lidhen më shumë me epsh, lidhen me epsh dhe janë shkaqe të devijimit të njerëzve. Dhe pra sprovat janë të ndryshme sot, edhe pastaj ka edhe sprova të mëdha që ndodhin në vende të ndryshme, varësisht për vendet, që në ato sprova pak për njerëzve shpëtojnë. Atëherë, qysh me kon njeri më stabil gjatë jetës të tij të përditshme, qysh me kon më stabil në fe, qysh me kon stabil gjatë të ndimit të sprovave të ndryshme që e përshkojnë njeriu dhe të cilat janë të shumta dhe për të cilat kanë treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka kallëzuar për zemanin, ka kallëzuar për zemanin e tij, për kohën e tij dhe për kohën që do të vjen pas tij, ka thonë la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun min. Nuk ka zaman që vjen përveç se ai që vjen pas tij është më i keq. Më i keq, më që ka dëm në ta, ka sherr në ta më shumë. Dhe kur vijnë këto sprova tek njerëzit, disa prej tyre janë të cilët më përpara kanë adhuruar Allahun azza wa jall, që quhet në Kur'an ala harf. O minhum men ya'budullaha ala harf. E adhuron dikush për njerëzve që e adhuron Allahun azza wa jall ala harf, diku e kçini lëkundër. Nëse godet një mirë, atëherë qetësohet zemra e tij. Nëse e godet një keq, atëherë kjo bëhet sebeb që më largu prej fesë Allahut azza wa jall. Domethënë vetëm kur ka gjëra të mira, ai e adhuron Allahun azza wa jall. Mirë po, kur e godasin ato gjërat e këqija, sprovat, vujtjet e ndryshme, mjerimet e ndryshme, atëherë bëhet kjo sebeb që ai me deviju prej rrugës së vërtetë. Po ka edhe njerëz të cilët janë pa lëkundër. Kjo është gjendja besimtarit që kur e godet ndonjë sprovë e mirë, atëherë e falenderon Allahun azza wa jall dhe është e mirë kjo për të, ndërsa kur e godet një sprovë e cila në aspektin jashtëm duket e keqe, është e vështirësi ose e keqe ose diçka që ka të bëjë me smundjen, me vujtje të ndryshme, atëherë bën sabër edhe është më mirë për të. Dhe kjo nuk është kjo vetëm për gjendjen e besimtarit. Por besimtari është ai i cili nëse dëshiron me u përballë me këto sprova, me sprovat e dyshimeve të epsheve edhe fatkeqësive të ndryshme që godasin në jetën e tij, atëherë mbetet e palegundur për arsye se e ka imanin e fortë. Do thonë e ka akiden e shëndosh, e ka imanin e fortë për arsye se ka mësuar në fe diçka e cila ndikon që ai mi përballu shumë më lehtë këto sprova. Na sot do të flasim për një element stabiliteti në jetën tonë përditshme në fe, gjatë sprovave, të ndimeve të ndryshme që përshkojnë njeriu, ajo është dituria për Allahun azza wa jall ose dituria për fe. Qysh dituria për fe mund të kon faktor stabiliteti në kohë të sprovave të ndryshme. Ka, domethënë, faktor të stabilitetit të cilat janë të ndryshme, mirë po vetëm këtu do të përqendrohemi. Së pari, Allah azza wa jall në Kur'an ka përshkruar, ka thënë walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Shumica e njerëzve nuk dinë. Shumica e njerëzve janë ignorant. Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Ata posedojnë dije, ka njerëz të cilët posedojnë dije, mirë po kjo dije, pse një herë ka thënë Allah azza wa jall shumica e njerëzve nuk dinë, domethënë nuk e din atë dije e cila është e mirëfirte, e cila është e vërtetë, e cila afron tek Allahu azza wa jall, e cila bën që me unushtru njeriu unave të Allahut azza wa jall, që bën që njeriu me njoft Allahun azza wa jall. Pra shumica e njerëzve nuk dinë, janë të paditur. Në këtë dunjë, domethënë
Në këtë dunja shumica e njerëzve janë të paditur. Nëse ka një lloj dije që sot njerëzit krenohen me dije, se kanë përparu, kanë arrit gjëra të ndryshme, kanë arrit me zbulu ata, kanë teknologjia është në zhvillim e sipër, ka inteligjencë artificiale, po zbulohen gjëra të ndryshme, edhe njerëzit po përparojnë në shkencë, qysh në mjeksi, edhe në fizike, në astronomi, anena, dhe më thonë shkenca të ndryshme. Në jetën e përditshme kjo quhet shkencë ose quhet dije. Mirë, për Allah Azza wa Jalla ka përshkruar këtë shkencë, e ka përshkruar si dija jashtme që ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Thot, lakin akthar an-nas la ya'lamun, shumica e njerëzve nuk dinë, nuk kanë dije. Mirë, po thot, posedojnë dije, ya'lamuna dhahira min al-hayati ad-dunya. E din anën e jashtme të kësaj bote. E që në të vërtet, ajo nuk është dija e mirëfillt. Unë më konsideru dije në aspektin e përgjithshëm që ka informata se cili në fushën e tij, në lamin e tij. Mirë, po nuk është dija e vërtet që e bën njeriu, domethënë me njoft krijuesin edhe me shpëtuar këtë botë edhe në botën tjetër. Me shpëtuar këtë botë edhe në botën tjetër. Nëse e kuptojmë këtë fakt, domethënë dikush mundet me parashtu një pyetje, po mirë, njerëzit për shembull kanë zbuluar, kanë arritur nëpërmjet zbulimeve, shpikeve të ndryshme teknologjisë, më bë pasanika të mëdhenj, miliardera të mëdhenj, edhe kanë tonë ato mjete të mirëqenies. Domethënë kjo nuk kupton që ata janë të lumtur. A në kupton kjo? Jo, se lumturia është diçka tjetër. Lumturia vërtet nuk është, domethënë ajo që ka njeriu grumbullon pe pasurisë, ose e ka mirëqenien, ose mjetet të mirëqenies, ose ka të gjitha. Për këtë arsye gjum njerëz të tillë të cilët i vrejmë që janë më të mirëushmit në jetën e kësaj bote. Edhe pse i kanë të gjitha, mirë po shpesh ndoshta bëhet edhe sebeb që domethënë një moment të tillë ndoshta i ka këtë të gjitha, po s'pe përjeton atë kënaqësinë. Lumturinë e vërtet atëherë bëhet sebeb që me bëhet vetvrasje të ndryshme, edhe njerëz të ndryshëm ndoshta një fatkeqësi e vogël më ndodh edhe domethënë me shpëtu pe vujtjeve që është duke përjetuar në zemrën e tij. Pra lumturinë e vërtet nuk e ka. Përderisa gjen një tjetër i cili i ka nështruar Allahu Azza wa Jall, ka dije për Allahun Azza wa Jall, zemra e tij është e qetë, edhe pse është i varfër, edhe pse ndoshta tenda e tij është e lagur, është domethënë shtëpia e tij është e bombarduar, është shtëpi e cila domethënë është e shkatërruar. Po megjithatë e gjen duke falendruar Allahun Azza wa Jall. E gjen që është i pajtuar në pajtim me qaderin Allahut Azza wa Jall. Zemra e tij është e qetë. As ka mjetet në rishenies. Përderisa tjetrin, domethënë i ka të gjitha, edhe nuk gjon lumturi, se lumturia e vërtetë është në zemër, që ka të bëjë me ato se domethënë dijen ndaj rreth Allahut Azza wa Jall dhe në shtrimin ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra kur i vim te kjo dhe kemi parasysh këtë çështje, domethënë se njerëzit sot posedojnë dije, mirë po dija vërtet nuk është ajo dije. Dija vërtet është rreth Allahut Azza wa Jall dhe në shtrimin ndaj Allahut Azza wa Jall, e që kjo është e vërtet, atëherë kjo dije vërtet është ajo e cila shkakton frikë ndaj Allahut Azza wa Jall. Dija vërtet, dija fetare, që kjo është ajo që ka ardhur në shumicën e ajeteve kuranore kur flet Allahu Azza wa Jall për dije, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, me të vërtet i frikësohen Allahut Azza wa Jall, frikën ja kanë Allahut Azza wa Jall vetëm dietarët. Nëse tash dikush në atë aspektin shkencor mund të thonë se për shembull sot ka fizikanë të ndryshëm me kimist atje, domethënë biolog, e vërejmë se plot pe fizikanë janë ateista. Kanë dije, kanë të bëjnë në shkencën, ti kanë dije të mëdha. Mirë, po çish më bë bashk këtë dijen e tyre me këtë ajet kuranor se me të vërtet Allahu ja kanë frikën më shumë të dietarët. Atëherë themi se kjo është për qëllim, domethënë dija në Kur'an, ose në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam zakonisht është për qëllim dija fetare. Për këtë arsye ai i cili posedon dije fetare, atëherë ky është ai i cili ka frikë ndaj Allahut Azza wa Jall. Frikë e shoqëruar me dije. Se kjo fjala khashia ka në gjuhën arabe përdoren dy shprehje për me tregu frikën. Njëra prej tyre është khauf, edhe tjetra khashia. Khauf është frikë. Frikë, sikurse të na, mirë po frikë, el khauf min Allah, për shembull frika ndaj Allahut Azza wa Jall, është një frikë e veçantë, frika adhurimi. Mirë po khashia është një kuptim shtesë. Inna ma yakhsha Allah, tu ka ardhur khashia, frikë e cila përmban në vetë dije, rreth atina për të cilën ti ke frikë ndaj tij. Domethënë frikë e shoqëruar me dije. Jo vetëm frikë pa dije, mirë pa frikë e shoqëruar me dije. Pra frika e vërtet ose dija e vërtet është ajo frikë e cila dija e vërtet është ajo dija e cila shkakton frikë ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye ata njerëz të cilët janë të zhytur në gjinoh,
Munën me kon pe aty në njerëzve do sa ka mësu, e din Kur'anin përmesh. Din shumë pe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmesh. Mirë po, bojnë gjinohe, themin vërtet këta janë dietar. Nuk kanë dije të mirëfillt. Kjo nuk është dije. Sepse dija vërtet është ajo e cila bën që njeriu me pak frikë ndaj Allahut azza wa jall, mu largu pe gjinohe dhe me zbatu unat e Allahut azza wa jall. Në momentin kur njeriu nuk është pe këtyne, atëherë themi se çka në fe nuk përshkruhet si dije. Është informat, është diçka që dikush mëson përmendsh, mundohet diçka. Për këtë arsye gjen njerëz të ndryshëm ndoshta, të cilët shpresojnë me hi në ato hadithet e pejgamberit alayhis salam ku përmendet se vlera dietarëve është kështu, edhe ka me bëjnë të spi për ta dhe peshkun e det, edhe domethënë vlera e dietarit ndaj atij i cili është adhurues është më e madhe se sa krahasimi, domethënë është sikurse vlera e domethënë hanës në raport me yjet e tjerë, që na i shohim, domethënë ajo mallësia hanës që e shohim na është ajo më e madhe se sa yjet e tjerë. Megjithëse në realitet mundën me kon ata yjet e tjerë, domethënë janë më të mëdhej. Mirë po, domethënë sa njëri i cili shpreson edhe thotë unë jam dietar, kam dije rreth fesë, rreth Kuranit, rreth sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po është në anën tjetër që është fasik, është mëkatar, është gjunaqar. Atëherë, a ka ky njeri dije të vërteta apo jo? Themi jo. Edhe pse pretendon se domethënë ka dije. Për këtë arsye gjejmë ditën e Kiametit prej të parëve që ka mundi zjarmi me ta kush janë? Janë për tyne është ata që në dukje janë quajtur dietar. Edhe ka marrë ai personi i cili edhe kam marrë dije, po edhe kam mësu të tjerëve dijen. Edhe kam me pyet Allah azza wa jall, ka thonë ne kam marrë dije, kam mësu, edhe i kam mësu të tjerëve, edhe njerëzve i kam mësu Kur'anin. Allah azza wa jall ka më thonë, jo, ke rajt, ke dhebt, se ti e kom për atyne të cilat ke mësu vesh më të thonë që je alim, se ke mësu për hir të Allahut azza wa jall. Ka më kom për atyne të parëve të cilat, dhe më thonë, zjarri ka më ndiz me ta. Që dënë të thotë, a është dietar në atë aspektin e dukshëm të jashtëm, është duk që është dietar. Mirë për të Allah azza wa jall edhe në fe, nuk quhet dietar. Pra, çdo njeri i cili është gjunaqar në të vërtetë, themi se nuk edhe nëse posedon dije të mëdha, ka informata të shumta, nëse ti debaton me ta, të mund vallakime kur bën debat me ta, aty ne di këta, kjo është argument, pa gjën që do të thonë është gjunaqar, është njeri që sipërfill ato urdhëresat e Allahut azza wa jall, obligimet e Allahut azza wa jall, ik namazi, edhe është i zhytur në gjunah, atëherë themi se ky njeri domethënë nuk është dietar. Edhe pse ka informata. Cili është argumenti për të gjithë ata që thanë? Është një ajet kuranor. Allah azza wa jalla thot inma at-taubatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim. Tauba pendim tek Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla do të pranon pendimin për ata të cilët bojnë gjinohe me jahala, nga padyturia. Kështu për kthim në fillim, domethënë në aspektin bukfal, nga padyturia, pastaj thumma yatubuna min qarib. Pastaj nuk është tyn, nuk e vonojnë pendesën e tyre mirë, po vonojnë, domethënë pendohen së shpejti, e këta janë që Allah azza wa jall ja pranon pendimin. Pra kujna pe pranon ka Allah azza wa jall pendimin, aty në njerëzit të cilët ka bërë gjinohe nga padyturia. Ta shtrohet pyetja, çka është për qëllim me këtë padyturi? A është për qëllim një njeri i cili për shembull se ka ditë argumentin, se ka ditë që diçka është ndaluar. Ka hyrë i rini, stam ose për një çështje e cila për shembull, ta them hipotetikisht, është një çështje që nuk është e dukshme, nuk është për shembull për aty në çështjeve për të cilat kanë dituri të gjithë muslimanët. Po ka mundësi për një çështje të caktuar në një transaksion, për shembull. Hin kamat është mesele holl, është mesele detajume që nuk e din këta gjithkohë, ka mundësi me di dikush prej dietarëve. Për këtë arsye hen ky për shembull edhe vepron ato pa dije. Edhe masane është pendu. Themi ky në esencë, ai njeriu i cili vepron diçka nga padituria, në esencë ai nuk merret parasysh, nuk i shkruhet gjuna hiç. Nuk i shkruhet gjuna hiç nëse është për aty në të cilët arsyetuhet me padituri. Domethënë nëse është për aty në që arsyetuhet me padituri. Edhe kjo i bën që ajeti kuranor me përfshi që Allah azza wa jall më fal gjinohat vetëm atyne që kanë bërë gjinoha nga padituria. Domethënë që atyne të cilët kanë bërë gjinoha dhe kanë ditë që është gjinoh,
po megjithatë ka mashtruar shejtani, ka mashtruar epshi, ka mashtruar egoja e tij, atëherë bie që Allah azza wa jall mos më pranu pendimin, mos më pranu pendimin. Atëherë cili është kuptimi po, a është kjo që a është e saktë që dikush i cili e din për shembull se alkooli është i ndaluar, megjithatë pin alkool, se dikush hin zina, bën zina dhe e din që është zinaja e ndaluar, mirë po megjithatë bën zina se ka mashtruar shejtani, ka mashtruar epshi i tij, atëherë bie që sipas ajetit kuranor ne duke më kuptuar që ajeti në kupton që këtina personit nuk i pranohet pendimi. Jo, nuk është se te me ixhmain me konsenzusin e dietarëve ai i cili bën ndonjë gjëna, pastaj ai pendohet, qoftë edhe pi shirkut, nëse pendohet pi shirkut, do Allah azza wa jalla e pranon pendimin. Atëherë çka është për qëllim? Është për qëllim ata të cilët bëjnë gjinohe nga gjehli i tyre për arsye se ai person i cili bën gjina duke ditur se një gjë është e ndaluar, në të vërtetë quhet jahil. Quhet jahil. Domethënë e bën këto pe gjehlit tinës, nga padetyria tina ndaj Allahut azza wa jalla. Dhe as ana çka rrjedh ose çka pason prej bërjes së gjinohet, se kam shku në xhenem edhe domethënë cilat janë ato pasojat e bërjes së gjinohet. Nuk i ka parasysh është i harron këtu dhe bën këtë gjina, atëherë themi ç'ky person, edhe pse ka informata, po ka hin gjina, atëherë Allah azza wa jall e përshkruan këto si jahil. Jahil. Njeriu në jetën e përditshme ka nevojë për dije. Ka një nevojë për dije, se dija është ajo e cila e mbron njeriu prej fitneve, e mbron njeriu për mos me hinë në gjunohe. Sa më shumë të ketë dije ndaj Allahut, për Allahun azza wa jall, për emrin, për cilësitë e Allahut azza wa jall, për madhërinë e Allahut azza wa jall. Dija e cila shkakton madhërinë ndaj Allahut azza wa jall, edhe frikë respekt ndaj tij, atëherë çka ka më kom buroj që ai, domethënë, edhe mos më zhyt në dyshime, po në anën tjetër edhe mos më zhyt në mëkate ose në epshe. Domethënë çka është dija e vërtet, e mirëfill, që kërkohet për neve. Dhe njerëzit kanë nevojë për dije, kanë nevojë për dietar, kanë nevojë, domethënë para mendon dikush për shembull i cili gjendet në një vend ku s'ka dietar, ku s'ka hoxhallar, s'din çish me mësu fen, s'din çish me marr abdes, s'din çish me fal namaz, s'din për shembull që çish me agjeru ose ato rregullat e tjera, atëherë çka është gjendja e këtij? Domethënë me paramendu na, për shembull me kom paramendu vendin tonë, nëse për shembull të marrim shembull në Shqipërinë në kohën e komunizmit, domethënë aty s'ka pas as hoxhallar për arsye se kanë feja ndaluar në Shqipëri. Dhe në prej 67-s edhe deri kur ka ra komunizmi. Domethënë njerëzit s'kan pas pe kujna me mësu fe, kanë qenë pa ditur, ndoshta kanë qenë të etur për me mësu diçka, mirë po s'kan pas mundësi. Edhe kanë qenë shumë xahila, as folën baki Allah s'kan ditë as shumë gjëra të tjera. Domethënë para mendon me kon njerin kësaj. Domethënë kjo tregon se njeriu ka nevojë për dije, ka nevojë për dietar, e sidomos në raste kur ndodhin fitnë të ndryshme. Sepse dietarët janë ata të cilët i nuhasin fitnet para se me ndodh. Para se me ndodh i nuhasin fitnet e ndryshme. Dhe kur ndodh fitne, ai e din, është i matur, është i qetë. Sepse din para prakesh që kjo ka me ndodh, pastaj ka përgatitur edhe një zgjidhje. Përderisa nëse të nxjerr befas fitneja, atëherë kjo fitne ka më shkaktuar ndoshta thonë jo maturi, jo qetësi, ngutje, edhe kështu është ajo rasti i shumicës e njerëzve kur ndodh ndonjë fitne e madhe për shembull, atëherë ndodh që ata më ngutë edhe me dhon gjykime se ka paramenduar. Përderisa dietarët, domethënë kanë dije paraprake dhe kanë përgatitur zgjidhje, për këtë arsye edhe njerëzit kanë detyrë edhe me pyet dietarët. Al-Ajurri është një prej dietarëve të Ahlu Sunnetit. Ka një libër Akhlaqul Ulama. Ka libër Akhlaqul Ulama. Dhe aty kallzon e merr shembull, domethënë dietarin në raport me masën e gjan. Thotë shembulli i dietarit në raport me masën e gjan është shembulli i atij njeriu ose aty në njerëzve të cilët janë në një lugin të errët, në një atë të errët, në atë lugin ka pemë, ka zvarranike, ka insekte, domethënë egërsina të shumta. Po duhen tash ata me dal pe atina vendit, po s'kan as dritë, s'kan as e din rrugën. Thot në atë kohë vjen një person me një llamb ose me diçka me ndonjë ndriçim, edhe i nxjerr, edhe i shikojnë, domethënë ato vendet ku ka egërsira që mos me shku, edhe pasojnë atfar njerin i cili ka ndiz aty në një ndriçim, edhe pastaj shpëtojnë pe asën e gjendën në cilën janë ata. Kjo është shembull thotë i dietarit në raport me masën e gjan, domethënë i shpëton njerëzit.
Ose thot njëri, domethënë tjetër e merr një shembull, thot para mendoni domethënë nëse dikush për shembull ose në një ndërtesë në rrokaqe, domethënë ku jetojnë me mira njerëz. Edhe në një moment caktuar e ka përshkruar zjarri atë ndërtesë. Ata të cilët gjenden katët e larta, për shembull ndërtesë 7 kaqe, 60 kaqe, edhe jetojnë shumë njerëz me mira njerëz, aty ka punëtore, ka banore, ka të ndryshëm dhe pastaj ata përshkruajnë zjarri. Domethënë çka ka më bën njerëzit, domethënë ka për rrëmuje, paniku, ka më ditë tash ashensorët për shembull bllokohen, dalin prej domethënë mos funksionojnë, dalin prej funksionit, çka bën? Kush shpëton këtu? Domethënë janë disa shkallë emergjente, po dikush e din ku e kanë vendin ato dhe e shpëton ai i cili për shembull shkon në këty, domethënë dal pikë në shkallëve emergjente. Këta janë thot shembulli i këtyre është shembulli i dietarëve të cilët domethënë e din vendin, ndoshta shumë afër e kanë, pas din ka më shku njerëzit e ndryshëm, përdesa ai domethënë i cili ka dije është ai i cili domethënë del shpëton dhe del pikë në shkallëve emergjente. Kjo domethënë ajo çështja e editorisë dhe çështja e dietarëve, për këtë arsye njeriu, domethënë ka nevojë me mësu fen. Ka nevojë me mësu fen dhe duhet më mundu maksimalisht me mësu fenë e tina. Për arsye se përmendëm fillim që fetnet janë të mëdha. Fetnet janë të mëdha, sidomos edhe ka hona e dyshimeve, hudhës së dyshimeve. Sot, domethënë në rrjetet sociale, njerëzve ekspozohen gjithçka. Tulli far dyshimi, tulli far domethënë mendimi i ndryshëm. Dhe pastaj njerëzit nga kërshëria dhe janë nisin edhe me ndëgju këto. Nuk e kanë parasysh ato gjërat elementare që kush është ky person, a duhet me ngua, bën me ngua, kush është ky person i cili po na flet neve. Dhe pastaj kur hin dyshimi zemër shtin nganjëherë është me larguar dyshim prej zemrës së tij. Për këtë arsye edhe dietarët po flasin rreth dyshimeve për shembull. Qysh njeriu me ndërvepru me dyshimet thonë janë dy forma, domethënë e para është forma parandaluese ose çështja domethënë ajo para se më ndodh dyshimi, edhe e dyta masi të ndodh dyshimi, domethënë trajtimi i aty në dyshimeve. Për shembull, për aty në parandaluese që është, që njeriu e mbron nga dyshimet, domethënë janë që ka të bëjnë me këtë pikë që po duhet na trajtuar se ka çështje të tjera që lidhen me pikat e tjera, që kur njeriu është stabil ose qysh me ndërvepru kur vijnë këto që lidhen edhe me iman, me ibadet në Allah Azza wa Jall, me dua, në ato nuk do të përmendem, mirë po do të përmend vetëm ato të cilat kanë të bëjnë me çështjen e editorisë. E para për tyne është, domethënë se njeriu duhet me rrënjos në zemrën e tyne, në zemrën e tina, domethënë madhështinë e Islamit dhe duhet me u mundu me lexu sa më shumë, duke lexu libra të ndryshme që flasin për vlerën e Islamit, për madhështinë e Islamit, duhet me meditu ajetet kuranore të ndryshme, me lidh pas Kuranit, me pas parasysh edhe veprat e zemrës. Këto arrin nëpërmjet dijes, domethënë meditimi Kuran, meditimi edhe në domethënë aty në argumentet të Allahut Azza wa Jall në kozmatik, argumente kozmologjike, po edhe leximi i librave të ndryshme që ja forcojnë imanin, ja forcojnë Islamin, ja forcojnë ato madhështinë e Islamit. Domethënë njeriu e tillë së pari do të më vepru kësaj. Domethënë me kon i sigurt rreth Islamit, me kon aty në që ka dije të thellë rreth Islamit dhe se ai është i vetmi i cila është fe edhe e cila duhet më pasu edhe duhet ajo është e feja vetme. Domethënë kjo arrihet çush e përmendëm nëpërmjet mënyrave të ndryshme, nëpërmjet meditimit të ajeteve kuranore, leximit të librave që flasin për madhështinë e Islamit, për vlerën e Islamit, për virtytet e Islamit, kështu me radhë, domethënë edhe që kanë të bëjnë me ato veprat e zemrës, edhe ajo dija rreth veprave të zemrës është dije edhe për fe. Po edhe natyrisht dija e thellë për Allahun Azza wa Jall, për emrat dhe cilësitë e tij. Kjo është njëra prej atyre që njeriu e bën që me pas një farë lloj mburoje para dyshimeve. Para se më ardh dyshime, domethënë e mbron veten, qysh, mas pari domethënë din mundohet me ditë për Allahun Azza wa Jall, ka për Kur'anin, ka parasysh veprat e zemrës edhe ato që përmendëm më herët. E dyta prej tyre është se njeriu duhet më mundu me ndërtu veten e tij, domethënë fetarisht. Me ndërtu veten e tina fetarisht dhe me ndërtu veten e tina
në bazë të dijes. Domethënë, duke i mësuar çështjet e fesë një ka një, jo në mënyrë shpërfytyrume, jo nëpërmjet reelsave apo shortsave ose diçka tjetër. Herë diçka ndëgjon, herë diçka. Po duke munduar, domethënë, spari me mësu akiden mirë, pastaj edhe çështjet e fikut, edhe çështjet e tjera të rëndësishme. Po nëse vepron kështu njeriu, domethënë shumë më lehtë ka me bë ballë këtyre dyshimeve. Se është ndërtuar. Din mas pari çka e cënon akiden për shembull. Qoftë edhe prej shirkut, prej kufrit, prej shirkut të vogël, kufrit të vogël, prej bidateve, prej gjërave të ndryshme, bestudive të ndryshme. Nëse ka mësuar mirë akiden, atëherë kur të vjen në dyshim e flok shumë më lehtë. Është i përgatitur. Ai i cili se ka ndërtuar veten, një çështje e vogël ka mundësi atina, domethënë me ndiku në zemrën e tina, me hyrë në zemrën e tina dhe me bëj që me ai me dal për Islamit edhe, domethënë me lëkund ata. Domethënë si mos parandaluese ndaj dyshimeve e që ka të bëj pra me dijen se çish mundet me kona dija faktor stabilitetit në kofit nëse ose domethënë në fen përgjithësi është me mësu fen domethënë me mësu fen kadale. Duke nisur nga ato mësimi aty në çështjeve parsorë, themeleve të besimit, që kanë të bëjnë me besimin në Allahun Azza wa Jall dhe ato kushtet e tjera të besimit, edhe domethënë çështjet e tjera mirë që me u bë ballë këtyne dyshimeve. Edhe e treta që kam përmend, domethënë me u mundu me e formësuat mendimin kritik njeriu në jetën e tina. Me mas pari kur të vjen diçka, mos me mendu që domethënë çdo gjë që të servohet, ajo është e vërtetë. Nëse nuk i plotson ato kriteret minimale të dokumentimit shkencor ose domethënë çështjeve, domethënë se mas pari ti a është lajm i saktë apo jo që po të servohet. Të kallzon diçka. A është saktë apo jo? Domethënë kush është ky personi? Çfarë argumenti ka përdor? A është saktë ajo metoda e argumentimit? Ti kur e kupton se cilat janë ato argumentet kryesore të fesë tonë, që është Kurani, Suneti, ijmai, pastaj edhe nganjëherë, domethënë njeriu mund mbështet në logjik se edhe Kurani ka përdor argumente logjike për shumë prej çështjeve, domethënë kur e din se çka është argument, çka nuk është argument, ti e formon atë mendimin tan kritik që shumë më lehtë kemi u bë ballë këtyne dyshimeve. Domethënë njeriu nëpërmjet dijes i bën ballë dyshimeve. I bën ballë dyshimeve të ndryshme që atina jo ekspozohen. Krejt nëpërmjet dijes. Natyrisht nuk është edhe vetëm dija e cila ndikon mirë, po na pasi të fol për dije, atëra këtë çështje, këtë pikë, këtë aspekt, këtë kënd vështrim të trajtojmë. Edhe masi të ndodh, domethënë po ashtu, domethënë duke pyetur njerëzit të ndryshëm se çfarë përgjigje ka rreth kësaj na kështu me radhë që prapë lidhen me dije. Pra me një fjalë, dija rreth fesë, e tham, dija vërtet është ajo e cila shkakton frikë nga Allahu Azza wa Jall, jo vetëm informacion, për këtë arsye plot njerëz kanë marrë vetëm që me marrë informacione të ndryshme, edhe njerëzit të cilët ndoshta kanë lënë namazin mas një kohe, i vërin i thu, o ti filan falo se do të më fal. Thotë e di krejt që komë shku në xhehenem ose e di krejt që nuk është mirë, ashtu me radhë. Mirë po, pse s'ka ndiku kjo dije që ai për shembull më mësua Allahu Azza wa Jall. Domethënë është hala jahil është ai. Domethënë në far aspekti është jahil. Pse se nuk ka ndikuar ajo dije, më rënjos thellë në zemrën e tij, që më tut me pas frikë nga Allahu Azza wa Jall. Ai ka vetëm informata. Pra nuk është ajo dija që kërkohet që e cila edhe mbron njeriu edhe bëhet faktor stabiliteti kur të fitneve ose në përgjithësi në jetën e përditshme. Pra ajo dija që kërkohet për neve është që kjo është dija. Domethënë dija e cila shoqërohet me ibadete, me madhërinë ndaj Allahut Azza wa Jall, me frikën dhe respekt ndaj tij. Pra njeriu nëpërmjet dijet mbrohet nga dyshimet, po edhe shumë më lehtë ka me pas edhe mu përball me çështje të ndryshme të epsheve. Për shembull me çështjen e fitnën e pasunisë. Shumë për njerëzve domethënë kanë problem, çështjen e rrezikut. Qysh nëpërmjet dijes për shembull njeriu mundet mu përball me këtë sprovë. Domethënë mas pari nëse e kemi parasysh ato që e thamë herët, domethënë me pas dije ndaj Allahut Azza wa Jall. Kur e din se njeriu kur e din se Allah huwa ar-Razzaq, dhul quwwati al-matin, Allah Azza wa Jall është Razzaq, ai furnizuesi. Kur e din këto, atëherë s'ka që domethënë pse ai më bëj gale edhe aq shumë, pse më tut prej varfërisë edhe aq shumë. Kur e din se Allah Azza wa Jall është furnizuesi, yerzuqu man yasha,
Këndon e jep rrezik. Edhe rreziku nuk është vetëm në aspektin material. Rreziku është edhe imani është rrezik, edhe veprat e mira janë rrezik. Dhe kjo është rreziku më i madh. Po shumica e njerëzve nuk e konsiderojnë rrezik. Konsiderojnë vetëm parat e atina miliarderit, parat e atina tjetrit. Për këtë arsye dëshirojnë me bosi ai edhe me hi, që thonë në llogave edhe me përfitu pasuninë në mënyrë palegjshme. Pse? Do të thonë s'është i bindur ai se Allah Azza wa Jalla është Razzaq edhe i cili rrezik. Edhe ka caktuar ti rrezikun duke qenë në barkun e nonës, paraprakisht edhe atje në Lauhi Mahfuz. Kur ki parasysh që ta shumëçet ka me kon zemra njeriu, domethënë. Kur e din se Allah Azza wa Jalla ka këtë emër edhe ka cilësinë që është furnizuesi, ka bën bile në tauhid rububiyya, ka të bëjë me tauhid rububiyya. Masane edhe e beson fort kaderin Allah Azza wa Jalla. Beson kaderin Allah Azza wa Jalla, se ndoshta një rrezik që s'ka ardhur, ndoshta ka qenë në ose se ke mujt me përfitu një lloj pasunisë, ndoshta për shkak të një gjinoje që ke bë, ose ndoshta ajo pasuni që ti ke menduar që është mirë, ndoshta për keq është për ty. Pse se ndoshta bëhet sebeb që ti me deviju pe rrugës së drejtë, pa Allah Azza wa Jalla të ka dashur mirën, të ka privu nga kjo pasuni, edhe ti ke thonë Allah i brau, i mora këto sebepet, po shkrip kurrë. Aty po shkrip kurrë. Allah Azza wa Jalla din që ki zemra jote është e dopt. Po ti domethënë ti shkon pe aty në të cilët e kishe pas pasuni ose dikush tjetër, për shembull ti kish pas këtë pasuni, ndoshta kishe bëu shkak që me hi edhe me bëu, domethënë vepra të ndalume. Edhe ka privu pe çasaj na pasuni. Çdo zë, domethënë bindja e fortë në Allahun Azza wa Jall, po edhe besimi i fortë në kaderin e Allahut Azza wa Jall. Domethënë kur i ka parasysh njeriu këto çështje, kjo vjen prej dijes. Dija e cila domethënë ka lëshu rrojën thellë në zemrën e njeriu. Dhe pastaj ju bën ballë edhe fitneve të ndryshme, fitneve të karrierës, pozitës, të femrave, kështu më radhë. Kur e din se çfarë gjinohe, domethënë është me bëu zina, domethënë bëhet kiçi kret njeriu me deviju edhe domethënë me lum fenë, masane mu largu, domethënë edhe mirë e rësuga e zemra tina. Kur të din këto, edhe në qovë se mundet e ka mashtruar shejtani, mirë për prapë se rrë pendohet thellë, edhe njëna të farë, domethënë gjinohen e madhë që ka bo. Pra, krejt në përmet dijes se thellë ndaj Allahut Azza wa Jall rreth fesë, njeriu mundet vetëm se ajo dija që shumica njerëzve e paramendojnë, po dija e cila me të vërtetë shkakton frikë dhe madhështi, frikë ndaj Allahut Azza wa Jall, dashuri ndaj tij, madhështi të madhe për Allahun Azza wa Jall. Këto janë disa prej çështjeve që desha mi trajtu se përket faktit ose asaj çështje pikës se si mund të qenë ditoria faktor stabiliteti në jetën e përditshme, po edhe në kohën e sprovave të fitnave të ndryshme. Elusim Allahun Azza wa Jalla në bëu dobi me ato çka kemi thënë dhe çka kemi dëgjuar. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.